Dhe ja ku jemi dashur miqtë e pjesa e kuzhinës së bashku me nutricionistën Albulena Shabani Lazi, që do të flasim për një recetë që na ndihmon për neve që kena abuzu pak viti ri e do arsye tjera, kena hangër e kena lshu dorën kështu pak më shumë, por nuk është vonë me u rikthy detoksit të organizmit. Mirë se erdhe Lenë. Po shkëlqen çdo herë më shumë. Faleminderit. Mashallah. Edhe kemi pushu shumë? Po, ke pushu, kena pushu, jena knaq. Po, unë s'kom pushu prej ushqimit. Ne, si ti ke ndrushe. Jo, s'kom abuzu shumë, po i kom dha disa knaci vetës me... Në kene, që sot e kena abuzitja. Pak ma shumë me mbëlsira. Zgjidhjen e gjelbër. Zgjidhjen e gjelbër, sepse kjo është zgjidhja ideale, sidomos unë e thash që kur nuk është vonë me ju rikthy prapë shprehive të mira. Sepse e ke thonë edhe ti që shprehit mund të ndryshohen, por nuk ban me i lanë me na eskalu. Fiks, është e vërtet, se na shta deri tash, realisht i kemi posë edhe fëmijët në pushem. Edhe thani normal edhe pse na disa kanë fillu punën me njëherë mas festave, prapë se prapë kur si hala stabil krejt familja në atë rutinë, nuk mund është me ka 100% në rutinë, ashtë. Kështu që tash është koha e dur. Kështu që mendoj që tash është koha e dur, realisht këtë periudhë kam pas shumë pyetje që kanë ardhur për imunitet dopt, kanë orë për shkak që ngarku shumë, kanë shtu shumë pesh, punien të lodhën, është kjo sezona aftohjes, gripit që po ka fillu me qarkullu, ajri ndotun, krejt ta faktor ndikojnë që mu uli imuniteti, e normal që neve detyra jonë është me ndiku që me rritjet imunitet. Në këtë ras përveç që kena me bu një detox për melqinja dhe për komplet trupin që kena me ndimu zorës, kena marrë dhe proteina, kena me bu një smoothie që ka me pasër proteina edhe yndyrna shëndetshme, edhe antioksidant shumë fuqishme që ka me ndimu edhe me rrit imunitetin, edhe me regulun përgjësia dhe sistemin tretës, edhe me largu atë fryrjen e tepërt, edhe me një pak më atlet, realisht krejt qka për momentin mendoj që jemi në fokus është me rritë energjin, edhe jena mësu gjatë festa me rritë energjin me pi energjike, ose me alkohol, ose me kryesisht ëmbëlsira. Kjo është një rritje energji stabile dhe që qëndron gjatë edhe normalisht do është me ndru një pi energjike me këtë smoothie. Unë s'po pi shumë kohë, po fillaj, kemi avokadon, e kemi lajmin, e kemi mullën e gjelbërt, limonin edhe selinon. Selino, dhe më thënë, aty është gjëngjefili. Si shtesë, selino, për arsye se njëtë si perimi, falim, detox, përshet që ka kollë, kollë është, edhe të unë e pëndikan. Realisht u mishnova shumë me bisedën e doktor Arsimit, se unë e gjatë krejt shtazanis kam shumë probleme me sinos. Edhe doktori që levizja hormoneve ndikojnë? Kam shumë probleme, kam edhe i kam kronik edhe ashtu, po të e shty edhe të i mirë mbaj, që është që kom pas na i shqetësim shumë të madhë para shtazanis, po krejt shtazanis se vetë misan që e kom vujt ka qenë sinos edhe më nu mi mirë mbajt krejt kohën. E në momentin që kam kontakt edhe me virus edhe ajri, normal që provokan kollë. A e ndëgjove e këshilën që unë sinqerisht e pranova edhe para doktorit që se kam ditë që është rutin e higjienës pastrimi me tretje në atë fiziologjike me shireng. Me shireng e hunve kësaj që unë nuk bi me flejt pa e bu qatë rutin edhe pa mbu një inhalim me min. Të më thonë, muj me thënë janë ma shumë se peri lindjes vajzës fundi 7 vjetë janë që kam këtë problem, edhe unë nuk bi me flajt pa e bu me tretje fiziologjike pastrimi në hundës, se më ngjes ose gjatë notës kam e pas problemi me nuk e kom ditë këtë informacion, prej sot kam e përdorë dhe pa dyshim që e ndoj me krejt mishtë e familja. Edhe nuk ka asë një kunder indikacion, ajo është njëjtë se a ndalohet mullon deti çdo det, jo, shu që njëjtë është. Nësi, shka mirë me shkush dhe të ndete. Realisht e kemi avokadon, pastaj kemi lajmin, mullën e gjelbët, limonin e selinon. E thamë selinon për arsye se është një për perimeve që ndikon edhe të tretja, ndikon edhe ka fibra, edhe ndikon si antioksidant, edhe si detox me bashku në pjesën e përmelqin, ndikon të i përmirë. Shtu që pra ta kemi zgjidhë.